Mantelat e bardhë nuk I veshën të enjtën. Pos anesteziologëve që qëlluan kujdestar në institucione shëndetësore, të tjerët u mbledhën në një vend për të shënuar ditën botërore të anesteziologjisë. Ndër shqetësimet kryesore është mungesa e madhe e këtyre profesionistëve. Numri I përgjithshëm është diku 118 anesteziologë në mbar vendi, ky përfshi gjitha sektorët publik, privat. Në ÇKUK jemi diku 44. Është vërtet që jemi numër I vogël, po është vërtet që ka deficit, nuk jemi veç tash, po këto 5 vite jemi të stërngarkuar, do të thotë jemi si me punu në ushtrime gjithë ushtar që I ke. Mos interesimi për të studiuar këtë deg pothuhet se lidhet me 2 arsye. Është një profesion mjaft I vështirë që ka të bëjë me bllokun operativ dhe ka të bëjë me stacionin intensiv. Dhe e dyta është një shërbim shumë I shtrejtë. Megjithatë risit në këtë fushë nuk po mungojnë, siç është rasti me mundësinë e dhënies së provimit europian të anesteziologjisë. Fillimisht I ngrit njohuritë e tij, edhe në një farë mënyre ja u krijon një CV, e cila do të bëjë shumë më të lehtë çastin e tyre në tregjet evropiane. Mjekët kosovar të kësaj lëmie pothuhet se nuk dallojnë nga kolegat e tyre në rajone më gjerë. Nuk jeni larg nga asnjë vend tjetër në Europë, në asnjë aspekt. Ka një arsim të shkëlqyer dhe jam shumë I lumtur të jem këtu. Konferenca do të vazhdojë edhe të premten.